rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur, jemi në Odeon, në Radio Televizionin 21. Për çdo javë kemi thënë se do të kemi personazhe nga më të rëndësishmit, më të veçantit, nga gjithë bota shqiptare, nga i gjithë globi. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi një personazh tepër të veçantë, me të cilin do flasim e dëgjojmë gjëra të bukura, do ta kemi një rrëfim fantastik. Ecim tutje zonja Zotëri. Ai është një intelektual, ai është një aktivist, ai vjen që nga Australia largët, me shpirtë me mendje o lind u rrit deri në këtë moshë dhe vazhdon të frekuentoj natë dheun e tij, kudo që ka nevojë, që t'i dali në ndihmë, të bëj aktivitete pafund për të. Këtë intelektualizmin e vet ta vëj në shërbim të atë dheut. Zonja Zotëri do të vijë në vazhdim për ju, për ne, për të gjithë, inxhinieri nderuar, aktivisti nderuar, intelektuali e politikani Sezar Jakupi. Sezar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Po si e burri dheut? Mirë jemi. Kështu pak të lodhur, me udhëtime gjata, por mirë, po takohemi, po çmallemi me njerëzit. Vazhdon të çmallesh me atë dheun? Patjetër. Nuk ngopesh asnjëherë? Asnjëherë. Është një ndjenje e veçantë. Gjithmonë kur nisesh këtej, se goxha duhet me udhëtu prej Melbourne, prej Australie. Mbi 24 orë. Mbi 24 orë. Po. Por nuk i mendon. Kur vjen nuk i mendon. Nuk i mendon. Kur kthesh? Kur kthesh i mendon. Po, të duket 72 orë kthimi. Por është një lumturi. Kur kthehesh andej, si të duket, sikur po ja kthen shpinën? Është një dhimbje pse po largohesh. Nga vendlindjen e prindërve, gjyshërve, e stërgjyshërve, dhe me vërtet të merë malli për gjitha trojet, kudo, në trojet shqiptare, kudo që janë, është me vërtet një mall i thellë. Prindrit, gjyshërit, e kanë mbëltuar, e kanë mbjell dashurinë për atë dheun. Po sa shumë e ke kultivu më burë, dhe sa e mban, sa i qëndronë afër kësaj ndjenje. Se ju në realitet jeni lind në Australi. Po. Veni ju i lindjes është Australia. Jam kangur. Po atë dhe është Shqipni. Po. Zemra si duket gjithmonë ju rre Shqip, ha? Pavarësisht se i arritë, je shkolluar anglisht në Australi. Si e ndërtuan prindrit tuaj, gjyshërit, vërtet këtë ndjenjë kaq të fortë për atë dheun? Mendoj natyrisht për kushtimi i prindërve, kur u rritëm në Australi, unë u linda aty, në shtëpi vetëm mund të flisim shqip. Në shtëpi vetëm shqip? Vetëm shqip. Ishte një lloj ligji i prindërve? Po, ishte ligji, hynjet e dera, kuptoheshte, natyrisht kuptohet, jashtë, me shoqërinë, në përshkollë, kështu, ajo ishte anglisht, se ti ishe u linda, u rrita në Australi. Por aty brenda të shtëpia, edhe kur shkonjim të kushrinjt ose të familjarët, edhe aty në shumicë, veçanërisht në prindrit gjyshrit vinë nga Prespa, nga liçeni Prespës, edhe të gjithë Prespar, kishte shumë Prespar që kishin emigruar në Australi, edhe ata e praktikonjin. Mjet, në për shtëpia shqip do flasin. Në për shtëpia kështu. Me rujt materien, substancën me gjithsesi. Po prindrit tuaj emigruan, në realitet një diçka. Të kam hulumtu. Tashi, a koloniar, a prespan, po më duket me shqiptari mbyll krejt. Po, kështu, përsa e kuptojmë, ajo pema familjare, aty në Presp u vendosën kryesisht në këto fshatrat Buzliqenit,
para 250 vitesh. Ishte vend i zbrast në atë kohë. Sipas tregimet të gjyshit e të stërgjyshërve, origjina më hershme ishte Kolonia, Ersekës, dhe në atë kohë, në ato periudhën otomane, Ali Pash Tepelena i dhuron të këta që kishin shërbyer në ushtri, kur ktheheshin edhe i udhëron të me tokë. Sigurisht mundet në pamundësi që ti... Ju gjetë tokë atje, ju ka gjetë këtej. Edhe ma mirë mendja, ajo ka qenë edhe strategjik, ajo po e përhapte teritorin e vetë. Të ndikimin e vetë. Do me dhe nga Kolonja, thoshte hajde një shkoni aty, ma tanë liqenit, kështu. I kam njerëz të mi atje pastaj. Aty ishte, ato, kur shkon këta të parit tonë, ato ishin vende bosh, nuk kishte banor aty, por sigurisht që ajo kishte me dy qëllime edhe i shpërblente, por edhe përhapte teritorin e vetë. Teritorin e vetë. Ashtu, edhe ashtu që para 10-11 gjeneratave, këta paraardhësit kanë qenë, banuan aty, i formuan fshatrat e kështu. Kurse kuptohet që Prespa është, zona e Prespës, është pranë tamam rrugës strategjike të di Manastir, Resnjë, Ohër, Strug, do me në rruga më strategjike për historinë tonë. Mesi i Shqipnisë. Edhe ku... Mesi i Shqipnisë së këtij shqiptarit. dhe ku janë bërë shumë ngjarje historike. Prindrit tuaj emigruan në vitet 50. Ishte një sakrificë jashtëzakonshme. Po, babai u aratis nga fundi 50-tave. Babai u aratis? Po, u aratis. Pse në atë kohë në qeverisjen e Titos, nuk ishte lejuar, ishte kështu. Akoma duhej me marrë vizë për me dalë? Ose ishe i ndjekur për diçka? Kishte vizë aty, në vitet 50 nuk ishte vizë, përsa e kuptoj, a u aratis në përmalet edhe si shumë tjerë, edhe zbritën me një kushirin e vetë, kushirin e parë, zbritën në Florin. Në Florin. Që tani është pjesë e Greqisë. Në Florinën tonë, që për fatë keq është e Greqisë tani. Edhe atëren në përkampet kështu, të gjithë shqiptarët që bëjnë atë aratiseshin, ata i kishin sytë në Amerikë. Në shku në Amerikë. Kush do në të di, ata e qënjë në Australinë fundi botës. Por në ato vitet, fund vitet 50-ta, fillim vitet 60-ta, Amerika kishte një politik që kishin shumë dyshim që nga këto shtetet të lindjes të Evropës, komuniste, ata që vinin, i dërgojnjën si të di punonjën për shtetat e veta, edhe atërën ndaluan, thanë kështu, edhe Australia i duheshin krapun, kështu, edhe dhe atër ishte i vetmi opcion, edhe më në fund, baba ju thoi, pa qef, por u thoi. Kurse kuptohet në Australi, që ta kuptojmë, ajo ishte fund viteve 90-ta, para 100 vitesh emigruan grupët të par burat shqiptar ka një histori nga zona e Korçës edhe Kolonjës, nga vitet 1924, 25, do e 20 bura ka fshati, tje di, kush rinj sigurisht, edhe ania porti par, kur vinin përtej Oqeanit Indian, ishte Fremantle, që është në perëndim të Australisë, aty është Perthi, është qyteti kryesor, zbrisin aty, bas disa viteve, ata emigruan nga ana tjetër e Australisë, që është Lindja, ku është Melbourne, Sydney, por shkuan në vendet ku janë fermat pemëve, mollat, dardhat, kështu, edhe nga fund viteve 20, Australia e hapi e themeloj industrinë e duanit, mbjellje e duanit, por fare në veri të Australisë, në Queensland, aty jam lindur unë, edhe aty domen
që në ato viteve 20, 30, 40 shqiptarët nga zonat Korçës, Kolonjës, kryesisht, Devollit, Bilishtit, ata ishin përqendruar në 3 vende në Australinë Perëndimore, prej Australisë Perëndimore, Fremantle, Perth, deri në Melbourne është 4000 disa kilometro, i merrte një javë me tren. Prej Melbourne-it, prej ato fermat afër Melbourne-it, deri ku ishte Duani, në veri të Queenslandit, ishin e 4000 kilometro tjera, që merre me mend, që Australia si kontinent sa Evropa. Po, por kishte vetëm pak banor. Pak banor. 2-3 milion, 4 milion banor në atë. Emigroi veç babai, më pas e mori nanën, a? Jo, më vonë. Veç babai me kushin e parë e disa kushin të tjerë, ata emigruan edhe mbas 6 vitesh. Nënën edhe vllain edhe motrën. Nënën, vllain edhe motrën i mori. Vllai e motra u lindën në Pres. Ai nuk u kthyve, po i mori kështu. Domethënë ju dërgoi letrat apo mundësi, bileta këto. Dhe ata erdhen me anije. Fryti i dashurisë tuaj, edhe asaj nënë që kishte prit 6 vjet me taku burrin fatet tona. Edhe linda unë. U lindet ju. Sezar Jakupi. Po Sezar? Tash edhe pse pretendojmë se Sezari ishte jyni, ishte i lirë në... Ta vunë emrin për këte? Po, baba kështu tha te di simbas perandorit, edhe tha deshta që të vë një emër kështu të mas. Edhe ta vunë emrin, Sezar Jakupi. Tash i porriteshe në mes të 2 identiteteve. Ati shqiptarë dhe pastaj australian, në realitet po shkolloshe, po formsoshe, krejt në gjuhën angleze. Ishte vështirë në mes këtyre 2 identiteteve? Ishte sfid? Ishte sfid. Natyrisht, këmbgulja e prindërve që të mësosh shqip e të flasish, kuptohet ajo do njerë ndeshet me mësimin e gjuhës anglisht, por do men ishte sfid, jo sfid e pa përballueshme, do men e mësonjim, por kuptohet nejmë që unë e mësonja të gjuhën e shtëpis, gjuhën e fshatit, të Prespës, të dialekti Prespës. Jo, gjuhën e unisuar, gjuhën letrare. Të cilën me pas zotran më vonë, në vitet e më vonshme. Po ku shkove në klasë parë, ishe më shumë shqiptara, australian? Shiko, kur shkova ishte një eksperiencë që unë më shumë flisnja shqip, edhe kur shkova aty, arsimtarët kështu i thanë prindërve, ky djali flet pak, por nuk komunikon si që duhet, edhe këta i thanë, shiko, ne kur vetëm shqipi kemi folur, edhe kështu, por e mëson, fëmiu e mëson, do me sigurisht për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, ishte pak. Shkollimin fillor dhe të mesëm i mbarove ku në Melbourne? Në Melbourne. Po pastaj zgjodhe inxhinierin, ishte kjo një dëshirë? Po, ishte... Që kriju gjatë jetës, apo më herët kishe... Jo, gjatë jetës, ajo ishte koha në ato vitet 80-ta, ishte koha kur po zbatoheshte teknologjia, edhe më interesonte. Prindrit... Teknologjia informative më pas. Po. Prindrit deshen që ta vjonja për mjek. Mjekësina? Po. Por mua më tërhoqi kjo teknologjia, ishte... Ti e di një gjë e re, një teknologji e re, edhe kështu kisha një pasion. Tash u bërë profesionist në këtë lëmi, po gjatë kësaj periudhe në realitet komuniteti shqiptar punonte, vlonte, takoheshin, a ishin krijuar shoqata ose komuniteti shqiptar si funksionante në atë periudhë? Shiko, ishin krijuar disa shoqata sportive, kishte si një, jo formale, si komunitet, festoheshin gjithmonë mbrëmja e flamurit, festoheshte pa dyshim. Kudo që ishin shqiptar të Australisë, festoheshte me përkujdesje, natyrisht mbas përkatësive fetare festoheshin ditat kështu. Edhe festat fetare. Për Bajram, për Kërshëndella. Kishte komunitet
ata shqiptarë të parë që të përmenda nga Korça, edhe një pjesë e tyre ishin edhe shqiptarë kështu mjaft intelektual, ata u vendosën në qytetin e Brisbaneit, ishin shqiptarë ortodoks, kështu që kishte një komunitet shumë i mirëfillt aty në Brisbane, edhe më vonë nga ish Jugoslavia, nga Kosova, nga Malësia u vendosën, nga Ullqini Anemalit u vendosën shqiptar nga gjitha kështu, edhe shqiptar me përkatësinë katolike. Që është një fakt interesant. Në Melbourne, Nën Tereza ka ardhur shumë herë pse ka patur një kushrit parë. Në Melbourne. Në Melbourne. Që unë me djemt e kësaj familje, së në Rita, ishin familje Gashi të Prizrenit, por të shpërngullur sigurisht para da 100 vjet në Kroaci. Në Kroaci. Ishin argjentar, kështu, familjarët e tyre, edhe gruaja e kësaj familjes, që është gjallë, kjo, do me thënë, edhe disa tjerë tjedi kishin lidhje familjare. Kështu, me Nën Terezën. Me Nën Terezën, ajo shkonte shpesh edhe te, ishte një gaburat më të dishëm në Australi, ishte Luk Quni. Luk Quni. Me prejardhe më duket kështu Kosovë, Tropoj, Gjakov, aty diku. Në këtë trekanshku. Po, në ato bjeshket, edhe ishte intelektual. I përsosur, au që në atë ko në vitet 50-ta, 60-ta, au kryoj kontakte me ministrat Australis, besoj ishte akur edhe me kryeministrin, që ishte diçka, edhe të menë gruaja e këti, Luk Qunit, Filomena, ajo ishte kushira e parë e Nën Terezës. Edhe ajo kur vinte në Australi, vinte tjedi edhe me ato në punimet të saj, me ato motrat që ishte, edhe ajo rinte të shtëpia e këtyre. Shtu edhe ka fotografi. E di atëherë se Nën Tereza është, me thamë, unë isha i vogël. E famshme, i vogël ishte. Unë isha i vogël. Kjo ishte fund viteve 60-ta, fillim viteve 70-ta. Akoma se kishte bërë atë emrin e madh. Ajo më besoj njështe, shtu, nuk e kishte Nobelin, nuk ishte në kon. Edhe më pas erdhi, mbas Nobelit, por në atë kon ato viteve 70-ta dilte me shoqërinë shqiptare aty në për foto, më duke kishte shkuar në rastisi, ishte një mbrëmje për Pashkë të kështu. Fliste bashkëbisedonte. Po, me gjithë. Po, a ka një histori komuniteti shqiptar, kur është vendos për herë të parë në Australi? A ka njoj të vanë? Po, në arkivin australian, ne për herë të parë që e morëm vesh, komuniteti ynë e ftoi Joseph Dieguardin, kongresistin në Australi, vitin 89, edhe kur bëm një mbrëmje, patëm takime në Canberra me ministrin e punëve të jashtëm, ministrin e mbrojtjes e shumë tjerë, edhe kur e patëm një mbrëmje, po e festojnim, po bëjnim një manifestim për e muarën vesh që shqiptari i parë si mbas arkivat të Australis ishte një zotëni Naum Konja nga Korça, që u regjistrua në vitin 1885. Edhe atëherën këta të Ministrisë së Punëve të Jashtëm thanë, shiko, ju t'je dini aty afër 100 vjetori kështu, ne s'dinjim gjë. I keni 100 vjet këtu, komunitet. Edhe ne me qenë se ishte Dieguardi, organizuam një darkë të posaçëm, edhe aty do menë vizita e Dieguardit, edhe po thuaj se 100 vjetori i këtij. 100 vjetori i kësaj. Edhe në atë mbrëmje ishte një ministër edhe disa senator. Edhe mbasi e mbajta unë një fjalim rekordi arkivës të qeverisë australiane, edhe në basa saj, edhe ajo senatori, ishte si kryesues i çështjeve për punë të jashtëm, edhe ajo isha unë, Dieguardi e disa tjerë të komunitetit, edhe ajo thot, shumë interesant, thot, kur u pavarësua Shqipëria, edhe ne themi 1912, tha atëherën ky si del me çfarë
dokument udhëtimi. Ka ardhur në Australi. 1885. 85. Edhe ne thamë, ne nuk e dim, ju na i dhatë këtë burim. Edhe mbas do një muaj, këta sigurisht ky senatori i tha këtyre të arkivës në nxirrni disa informata. Merruni me këtë gjë. Edhe del që ky Naum Konxha ka qenë në Stamboll si do një farë oficeri për Perandori. Tamam. Ky u martua me një vajzë britaneze, që ishte vajza e konsulit britaneze dhe ka qenë ky general i ushtrisë britaneze, edhe këta kanë familje në Australi, edhe ky Naumi martohet me këtë nusen, vinë në Australi në Brisbane. Shkojnë të miqë të nusës. Nusës. Edhe kur vjen aty në port, ky udhton me dokument otomane, por ky Naumi, ky insiston, jo, unë jam shqiptar, mos me deklaroni kështu otoman ose kështu, edhe për shkak të ndikimit të nusës, të babës së vet, që ishte konsul, Australia ishte koloni e Britanisë, edhe këta e kanë regjistruar si shqiptar. Shqiptari i parë. Që ajo lind pyetja si në Amerikë, në Argentinë, në Kanada, në Australi, sigurisht ka patur 10 qindra shqiptar tjerë, që kanë emigruar edhe me herët, por ata nuk janë regjistruar, nuk u lejua, edhe sikur të deshin, por ky kishte në përmes miqve të gruas, ata ndikuan edhe kështu mbeti. U mbeti ajo. Në Argentinë arbreshet, sa herët kanë shku, do më thonë gjitha ajo koloni që është kriju, ose i kemi atje 3 vëllezër korçar që shpëtojnë në Titanic. Në udhëtimin në Titanic. Histori interesante, si kombi vogël, në realitet histori shumë e madhe. Po të mundemi ta mbërthejmë e ta shkruajmë si duhet. Ka histori të jashtëzakonshme edhe për disa tjerë që kanë erdhur në Australi. Ishte një inxhinier, Zini Buzo, nga Berati, edhe i bari shkollimet të kjo shkolla ishte teknike me mirë aty, Harry Fultz. Harry Fultz në Tiranë, po? Edhe ishte inxhinier kështu, do me një shkëlqyer kështu, shkojnë në Turqi në një nga ato shkollat më të mira, e beri doktoraturën në inxhinieri në Harvard. 1935, atëherën vjen në Australi me Kombet të Bashkuara, e dërgojnë në Shqipëri, me qenë se ishte shqiptar, ben disa punime atje, regulon, dërton disa ura, disa kështu, atëherën e dërgojnë në Australi. Po ndërtohej Australi, hajde atje se... Edhe u be inxhinieri më i quajtur, dhe me i kanë këto në inxhinieri klasa e parë, ky ishte më i distinguished inxhinia, kështu. Niveli më i lartë. Më i lartë. A u martua me një grua vendas, 2 djem kishte, Aleksandri, edhe Adriani. Po. Aleksandri Leka u be shkrimtari më i njohur australian. Në Australi në vitet 60-70, Adriani u be krye diplomati e hapi ambasadën australiane në Korenë e Veriut. Një familje dalin në shoqëri. Sa fëmijë u bët nga dashuria dy prindërve? Kështu, një vlla, një motër e unë më i vogli. Më i vogli, Po. Një vlla, një motër. Të lindur në Presp edhe unë në Australi. Ata në Presp? Po. Ishin të lindur? Po. Dhe me nena erdhi me ta. Kjo dhe me veçantë ban historinë e prindërve tuaj, mamas tuaj. Me 2 fëmijë, priti 6 vjetë. Priti e gjatë. Tu kur po priste, gjyshërit ishin? Po. Kishte për krajnë e gjyshëve, gjagjallarve. Kishte mërzi, sigurisht. Sigurisht. Si shumë të tjerë. Si shumë të tjerë. Me mira tjerë. Sa vjeqar erdhe në Shqipnin tonë, apo në atë dheun tënde, apo në vendlindjen tënde, dhe keni vizit shumë të veçantë, Prishtinë. Po. Interesante, Sa vjeqar ishe? 20 vjeç. 20 vjeç. Ishte kështu atëren, ishte 19 ishte para pritjes së vitit të ri të 85.
që ndodha këtu në Prishtinë, por shkova në Presp, pse gjyshi nuk, unë, me qenë se i lindur në Australi, ne nuk kishim familje të afërt në Australi, gjithë ishin shkuan në Amerikë, mbasi që u hapën rrugët në Amerikë, mbasi që u hapën rrugët në viteve 60-ta, Tito japi rrugët, ata shkuan gjithë atje, vetëm babai që shkoi më herët ishte në Australi. Prandaj kështu edhe gjithë familja që ishte këtu si kisha takuar kur, as këta të Amerikës, as të vendlindjes. Të vendlindjes, të Prespës. Edhe gjyshi që... Se kisha mendjen, tash je 20 vjeçar, po formsohesh në fakultet, në... Po, sa po e përfundonja? Dohej punë, sfidë, njerë po formsohen, pastaj do lëvizin e përbot. Sho, gjyshi po më thoshte që kur isha mi vogël, të di hajde nip që të shikoj para se të vdes, kështu. Edhe unë i thoshe gjysh, ta mbaroj fakultetin, edhe do vi. Edhe ashtu bera mbas 1 javë, 2 javë, bilet, pashaport, kështu, edhe nisem, shkojnë në Presp, ishte 10 orë, një dimber 84. Po ku zbrite, në Beograd? Beograd. Në Beograd. Pastaj me tren? Me tren Manastir. Në Manastir. E atër në autobus në Presp, në Resi. Se ko gjagjat, një 30 ora nej, deri në Beograd, pastaj për Beograd edhe kënej gogja. Po. Një 12 orë. Sigurisht, u ben 28 orë, sigurisht. Edhe shkoj aty ishte dimber, një dimber i ftot këtu. A këtat vendit thoshin, dimber i mi i ftot që mbajsh të vend, qamet, kështu. Edhe aty në fshat, në Presp, dëbora ishte deri këtu 1 metro, të di kështu, shkuam aty mbas 2-3 ditë, aty... Në Australi s'kishe pa bor asnjëherë. Jo, edhe që ishte interesant, ato 2-3 ditë para, por në këto fshatrat Prespës, më shumë ishin këta mosha mesatare edhe pleq, pëse të rinë të gjithë studiojnë në Prishtinë. Në Prishtinë. Ose ata që ishin berë profesora kështu, mësonjin, jep një ligjerata këtu, kisha disa dajlare të tjerë, edhe unë atëre në bazë disa ditë mërzitem aty në fshat, them, gjysh, ti e di ku janë këta kushin, ta sot janë në Prishtinë, por si të shkoj aty, me zi, ti e di me autobus, res një manastir, shkup Prishtinë, u be ajo udhëtimi si ajo Australis. Gati. Edhe atëre mbrita këtu kisha dainë, kisha shumë kushrin të gjithë, edhe atëre në fillova të di kur shkonja me këta kushrin të mi me gjeneratat e tyre në për mbas këta ishin në universitet, ditën unë rinja me dajin, me allon, me këta kushrin, edhe mbas shkollës shkonja me këta në për kafenet të Prishtinës kështu, por unë, kur ulesha me studentët tjerë, dhe unë nuk isha i mësuar, do men gjua ime ishte asaj fshatit të Prespës. Edhe unë them drejten vështirë që ti kuptojnja bisedat, kështu, disa më folshin unë ti e di kështu. Fillove me mësu? Po, pse dejnë të 3 muaj këtu. Mirë, da ju juaj është një profesor shumë i nderuar, a? Ishin shumë profesora, por me atë që kemi bisedor Irfan Pashoja, edhe profesora Ali Aliu, ishin... Doktor Hasani, Hasan Jakupi, nga Prespa ishin shumë. Shumë, ishte Murati me fisharmonik, Murati Kushiri, ishte Ylli me gitar, krejt këta, jetë jau japim një duar trokitje. Patjetër, edhe në qenë që i përmende që në pritjen e vitit të ri, Kushint, Murati dhe Ylli ishin pjesë e orkestrës Rami Sadiku. Edhe për vitin e ri u bajt një koncert e Hotel Grande, ata më muarën, thanë hajde tjedi kështu, që ishte një natë e mrekullueshëm Ismet Bogujevci. Ismet Bogujevci i madhë për të duar, Riza Bityqi e ata të tjerë. Të gjithë që... Edhe u knaqe? Ishte fantastike, një atmosferë... Një percepcion ndryshe nga pritjet e vitit të ri atje.
krejt Plus viti ri po pritej me borë këtu me... Atje në temperaturë 40. Atje në temperaturë. Atje në plazh. Në plazh. Po. Kështu që ato 3 muaj këtu... Përvojë interesante kjo, a? Ishte kështu një mësim. 3 muaj qëndrove? 3 muaj. Edhe po mësoje gjuhën? Patjetër. Në fund të 3 muajve, atëherën t'je di veshi tani është adaptuar, e dëgjon kështu, fillova kur s'kisha këtu, pse çdo mëngjes te shtëpia e Dajos edhe këtyre tjerëve, jo vinte rilindja, jo tjedi kështu, fillova, pse s'dinja të lexonja. Por atëherën fillova, ata më ndihmonin, jo lexim, jo pak shkrim. Gjuha unisuar është më afër, se tash u mor gjuha e Korçës, që ju zinte dhe... juve... Por shiko, ajo kuptohet... Juve toskëve. Edhe kuptohet, në çdo vend ka dialektin e vet, kështu që nëse nuk je i mësuar, është... Ato janë veç edhe vlera më shumë, dialektet janë. Kuptohet, jo, në asnjë dyshim, por kur vjen nga një vend si Australia, që se ke dëgjuar kur, di, duhet pak adaptim, duhet pak kështu, por ishte për mua një periudhë e artë. U mërzite kur e le Prishtinën atëherë? U mërzita. U mërzite? Se kisha kryer gjithë ata me kushin që si kisha parkur në jetë Dajon, e kështu e të gjithë këta, ishte mbreslance. Çka ndodhi me plaçkat? Me baullet. Atëherën, kur po nisem që të përcjellem, do kthehem tani në presë të gjyshi, të ri edhe pak kohë, para se të nisem për në Australi, edhe këta dajlarët, Irfani, Aliu, edhe disa tjerë, edhe Dajcania e kështu, që këta vinë veçanisht da Irfani, edhe vjen me një qesë, kështu, po shërkoj, thot, kam disa shpërblime, disa kështu për ju, unë po mendoj mos janë çokolata, jo, tha, nuk janë çokolata, edhe kur a ju nxjerr ato, ishin do një 50-60 copë libra. Kur po e shikoj, edhe a ju pësaj mi tregon, këto 8 copë janë velimet të Naimit. Naim Frashëri. Këto janë të Migjenit. Këto janë të Fanolit. Këto janë të Qajupit, të Azrenit. Këto janë të Kadares. Po, të Kadares, kështu. Atëherën, kjo alla ime, motra e Canes, e Hasanit, pse aty rinjat e Dajva, ajo i thot këti Irfanit, thot, por ky nuk mund t'i marrë këto, ky vetëm ka një valigje, një bagazh kështu. Edhe i tha, mirë, tha, nuk i duen teshat, kështu. Ka atje. Kështu, ka atje, insiston dhe jo, mbushi kështu. Libra. Unë këthem në Australi edhe kur vete të nëna, të familja, kështu, edhe kur e apin atë, kur dalin gjitha këto 60 libra, edhe këta thonë, që janë tërë këto? Thash, jo, e kam si për detyrë, duhet i lexoj, duhet i... E bukur, e jashtëzakonshme. Cila është koha kur e kuptove se nuk mjafton të ishe vetëm shqiptar, e profesionist, po që duhi të veheshe në shërbim të kombit për cilën gjë, në një 30 vite i kje kështu? Në atë periudhë në Prishtinë, dojnë kur dinja me këta të rinjt, me kushrinjt, edhe kur shkojnë në për këto në baret, në kafenet, kështu, edhe di njerë bisedat ishin, atëren uleshte zeri përshpëriteshte, unë s'po i dëgjonja do, s'po i kapnja, edhe atëren këta kushin të mi thoshin, shiko, situata është tensionuar viti 85 tani, edhe Neve shqiptarve ne kanë bëmë të pa drejt, që në 25, në shumë herë. Por, do men, kishte ndodhur para 2-3 viteve të njësha, edhe kështu, edhe atërën e kuptova që kishte tension, nuk kishte hapur, nuk kishte dalë, po, diçka nuk po valon të aty, edhe atërën, basi që u ktheva që isha në kontakt të regullt, me kushrint, me delarte, kështu, edhe ata më informonjin, të di, kështu, atëren, kur filloj, tamam,
kur hyri në skenë jo Miloševiqi, jo kështu, 87, 88, demonstratat 89, 90, kur edhe atëre ne në Australi ndodhi që ne atëren të ishte pyetja jote komuniteti që atëren u formua komuniteti Mirfield. I Mirfield. Sikur u fuzionu, u ofrua. Ishin një lloj kombinime kështu ngjarje. Ardhja e Dioguardit që ta përmenda. Ardhja e Dioguardit ishte edhe një lloj tiku që t'ju bashkoi sa më shumë. Po. Kështu atëren u themelua Dega e LDK-s aty. Dega e LDK-s në Australi. Një djalë nga Ullqini, Basri Qapriqi. Profesori. Profesori i nderuar që nuk jeton më. Fatkeqësisht, po. Ata që s'jetojnë më ju bëjmë homazh veç me duar tropike këtu nga. Edhe ne në Australi, ne vepronte Dega e LDK-s, por ajo ishte lëvizje kombëtare. Në Australi ne nuk merreshim me kështu, edhe në Kosovë kudo. Dhe ne personalitetet që i ftuam gjatë viteve 90-ta, shumë, profesor Anton Qeta, pajtimtari i madh, akademik Mark Krasniqi, Baca Adem Demaci. LDK-ja i ftoi gjithë këta, këta nuk ishin themi antarë. Nuk ishin të gjithë në LDK, por ne i ftuam pëse ne ishim personalitetet që i kishin dalë kombit të ballë. Kështu, profesor Ali Aliu, edhe Priftiar Bresh, profesor Antonio Belushi. Padër Antonio Belushi. Që kemi patur personalitete, personazhe, dhe ne me qëllim tjedi po përpiqeshim që të silnim në Australi ata njerëzit që bashkojnë njerëzit, edhe që ajo ka qenë një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme për komunitetin që të bashkohet. Edhe ashtu ndodhi. Njëkohësisht po bashkoheshit, shoqatat po krijoheshin, seksionet jo sportive, jo letrare, jo muzikore, jo të gjitha kishit njerëz edhe me kualitete edhe me dhe njëkohësisht po organizoheshin edhe politikisht tash. Përfundimisht atëherën bëheshin vizita në Canberra te Parlamenti Federal me ministra, me antar të parlamentit. I shfrytëzoni gjitha lidhjet tuaja që ti kontaktonit këta udhëheqësit tanë me. Edhe që ta përmenda këtë familjen Buzo, do men ky ziniu, au ishte i gjallë, që au mori vesh, au jeton të shumë larkë prej Melbourne-it. Melbourne është qendra, ku jetojnë 70% të shqiptarëve. Momentalisht në Australi janë bi 30-35.000 shqiptarë. Ka gjitha trevat. Edhe nga këta që kanë ardhur pas luftës së Kosovës? Për ata, po. Në atë kohë, në ato vitet, fund vitet 80-ta, 90-ta, mundet ishin 10.000, 12.000. Mbas 89-ta, 90-ta, mbas ndryshimit në Shqipëri, atëherën është shtuar 2 herë. Edhe kështu që ku janë të koncentruar shqiptarët? Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, pak në Perth. Në këto viset tjera janë më pak. Melbourne edhe Melbourne përfshin edhe disa lagje të mëdha, është një lagje që Dandenong janë mundet 2.000 familje nga fshatrat të manastirit, edhe qyteti manastirit historik i alfabetit. Pra, Melbourne, Rethina, edhe një qytet që quhet Shepparton, ku që e përmenda në fillim ata korçarët të parë shkuan në këto fermat të pemëve, Shepparton, që ata tani po e festojnë 100 vjetorin e ardhjes. E vendosjes. Që ato gjithë janë afër Melbourne-it, kështu. Kurse në këto qytete tjera, Sydney, Brisbane, kështu, ka, por jo në këtë numër që janë në Melbourne e rrethin. Kur i takove rrugove, në qosjen, këta udhëheqësit Bukushin, një numër i madh që erdha në Washington, keni qenë dhe ju pjesë e atij delegacionit madh shqiptar. Domen mbas ardhjes së Dioguardit, atëherën atëherën ishte ajo vizita e senatorëve amerikan që erdhën në Prishtinë, Bob Dole, Tom Lantos, Broomfield, të gjithë këta, edhe mbas asaj
kjo Liga Qytetare Amerikane mbante këto seanca në Kongres. Kongresin Amerikan në Washington, edhe ne nga Australia uftuam disa aty që muarën pjesë, edhe unë isha në një ndër ato në vitin 90, shtator, u takova me presidentin historik, me Ibrahim Rugovën, këshilltari ishte Alush Gashin atë kohë. Profesori nderuar. Profesori, po. Nuk i kemi asë njerin, mundemi veç me i duar trokit, mi bo homaz. Dhe aty gjithë këtë lobin Amerikan që duhet themi një fjalë të veçantë për këta, e di që njerëzit din, por nuk e din të gjitha e kuptojnë atë punë që e ben ai lobi Amerikan. Të gjithë, sigurisht edhe do të haroj emrat, por Heri Bayraktari, Gjim Gjema, Bruno Selimaj, Sergio Betyqi, shumë profesor Repishti i nderuar. Kështu ajo ishte një ekip ishte komuniteti shqiptaro-amerikan, Shaqir Gashi dhe njerëzit që kishin bërë çdo gjë. Atëherë më vonë në atë kohë të di Sulejman Gashi, prej këtu që shkoj, u hap Gazeta Iliria, Vebiu. Edhe mbanit kontakte më pas, gjithmonë. Ne kështu që edhe veçanërisht mbas atyre që ne kishim kontakt të vazhdueshëm, ne merr një muzime, qoftë kështu, atëherë fiks, mbanit linjen e organizimit. Patjetër, protesta. Edhe natyrisht këtu në Stuttgart ishte kolegjiumi, do men Hafiz Gagica, që ishte kryetari, edhe do men që sigurisht për Evropën, ti e di, edhe Hafizi kishte edhe Evropën, edhe Amerikën, edhe Australinë. Nuk do të harrosh ku kemi mbetur, edhe Hafizin, që për fatke që humbëm vonë, e nuk jeton më... Shkuan dy emra, Alush Gashi dhe Hafiz Gagica. Brenda ne duhet t'i kujtojmë edhe duhet t'i mbajmë mend njerëzit që me vërtet që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshëm, edhe ajo është një popull i qytetruar, nuk i harron. Siç nuk i harrojmë rilindasit tanë, frashrin, të gjithë rilindasit tanë, të mdhej. Të gjithë ata të mdhenjë që jo për pavarësin, jo në letërsin që i përmendëm Gjergj Fishta i mathe edhe gjithë këta, ne kemi për detyrë që të rinjt që vinë pas ne mos i harrojnë. Këto emra duhet të futen edhe në tekstet shkollore. Se janë historia. Po. E shikoj që më vjen shumë mirë, si në Shqipëri, edhe këtu, më vjen shumë mirë që i shikoj rrugët, edhe janë emërtuar, ti e di, me embrat, edhe embrat jo vetëm historike, por edhe këto të historisë më të re, që më vjen mirë në mes Tiranës, rruga kryesore Ibrahim Rugova, ti e di, e shumë të tjerë. Sheshja dhe Mjashari, e kështu. Zotri Jakupi, rrëfim shumë i bukur. Te kemi prit gjatë dhe besoj që e kemi marrë këtë rrëfim. Faleminderit shumë. Po ecim me pak marketing, do të kthehemi prapë. Shkojmë tutje me marketing.